Sot është data 6 prill. Është pikërisht data kur në ndeshjen e datës 3 në Selenic, në përplasjen midis garnizonit italian të Vlorës të Karabinjerisë, për ruajtjes së rendit, i cili kishte në mbrojtje edhe institucionet e tjera siç ishte edhe miniera, bashkë me pjesën e ballit ku përplasjen e parë bën afër Llakatundit, ata mbritën në Selenic edhe pasi morën dorëzim situatën, u gjendën në mes të një betejë të vërtetë. Kjo ishte të dy qetat komuniste, qeta e Mallakasës, plak quheshin sepse ishin ato fillestaret, dhe qeta plak e Vlorës e drejtuar nga Meki Ylberi, kishin shkuar së bashku me fshatar vendas dhe e kishin bllokuar garnizonin italian, pra batalionin, një batalion ka rreth 400 vet, batalioni i Karabinjerisë së Vlorës që e mbulonte këtë, rreth 400 vet. Kështu që aty me të mbritur dhe pas një beteje, ata kishin hasur në betejën e parë ku kishin mbetur 5 të vdekur vendas, ata filluan tashmë që të negociojnë, pra filluan që të dorëzohen. Për këtë arsye, aty futet komandanti i qetës plak të Mallakasës Mehmet Sheu, së bashku me Hysni Kapon, ndikuesin politik të drejtë për drejtë të qetës plak të Vlorës. Edhe për këtë arsye, nën kolonel Riçi ishte shefi apo komandanti i batalionit që erdhi për ndihmë, fillon bisedimet me ta. Për këtë arsye, që të mos rrinin aty se mos vinte për ndihmë në një forcë italiane tjetër, ata largohen në drejtim të Sevasterit. Edhe aty janë parë për herë të fundit ku kuestori Qela i delegon një telegram asaj drejtorisë policisë të Tiranë për të treguar rrezikun e tij. Dhe thotë që për këtë arsye pjesa shqiptare e karabinjerëve prej 44 vetësh u kthye në bazë dhe pjesa tjetër ishin rreth 15 vet, të cilët kishin dashur të kalonin lumin Vjos, për çudia të ditë ka qenë i fryrë, dhe ishin mbytur në Vjos. Disa ishin vrarë te prita e Llakatundit, edhe për këtë arsye pjesa tjetër e batalionit, që nëse do zbresim 44 vetët, 15 të vrarët, 5 të tjerët, i vete rreth 150-170 vetë, do me thënë që mbritën këtu. Ata kaluan nga pjesa anës lumit nëpërmjet zbritën nga Sevasteri, anës lumit u hodhën tek Poçemi dhe kanë qëndruar në Drizar, thot burimi që i dërgon kuestori Vlorës, drejtorisë policisë Tiranës. Me të mbritur aty, ata fillojnë përsëri të negociojnë. Cilat ishin negociata? Negociatori ishte Hysni Kapo, të cilit i ishin kapur disa shok në burg, natyrshëm që për veprimtari të tillë komuniste, dhe ai kërkoi me do e mos që të negocionte për të lëshuar batalionin apo krerët e saj me ndërrimin që do t'i bënte në burg të Vlorës atyre njerëzve të vet. Madje në ditën e dytë, datën 4, ata kanë një tjetër letër të pruna Korrieri ku shpjegohet fare qartë dhe thotë sikur të ndryshonim dot, të kërkonim shumë më tepër, të nxinim shok në burgu, dhe Mehmet Sheu ja kthen që do bëhemi fare qesharak, thotë më mirë të mbetemi te këto kërkesa. Megjithatë, ushtria italiane nuk mundi të suportonte këto gjëra dhe ajo mobilizoi një divizion të tërë që do të vinte në jug. Divizioni Parma ishte në Vlorë dhe për këtë arsye frika e vet komunistëve që kishin marrë tashmë një batalion peng u bë shumë e madhe. Për këtë arsye, ata u zhvendosën nga pjesa e Drizarit ku ishte shtabi i tyre së bashku e kolonel Risin dhe me 2 korrierë të tjerë i dërgojnë kolonel Risin dhe 2 zëvendësit e tij, madje njëri shqiptar, i dërgojnë tek Ramiz Aranitasi, tek një qet tjetër e egër ajo, jashtëmase në Omzez të Skraparit. Kështu që pjesën tjetër, ata po prisnin negociatat si do të shkonin. Italianë nuk lëshuan pe, nuk kërkuan të negocionin dhe ata vendosën në datën 6 t'i vrisnin. Megjithatë, fjala t'i vrisnin njerëzve duke parë gjithë ato filma u duket fare normale, ndërsa ekzekutimi këtyre ka qenë një natyrë krejt tjetër. Ai vet kërkoi edhe ata pjesën e tij përgjithsisht tek Mallakastra, pjesa e Vlorës që nuk e njinte vendi do të rinte për roje, edhe këtu ku shikojmë tek shpella e Laguride, ai arriti që të ekzekutonte ata. Ekzekutimi ka qenë i një lloji makabër, për arsye se vetë ai
njihte perfekt këtë problem dhe hakmarrja e atij që nuk dihet për çunat 19 vjeçar të ardhur në armë, sepse ne që nga 14 prilli i vitit 1939 bënin pjesë në Mbretërinë e Savojës dhe ne na ruante karabinieria, edhe në spitale kishte italian, gjithandej ne ishim pjesë e Italisë. Kështu që hakmarrja e këtyre ishte pashmangshme, sepse ai do të përballej me operacionin më të madh italian në Shqipëri. Madje komandanti italian kërkoi që të vinin dhe divizione bullgare për të nështruar vendin, njëkohësisht për të bërë terror. Natyrisht do i ktheheshin me terror, dhe ai për të fshehur edhe nga krerët nacionalistë të zonës, të cilët e mbikëqyrnin, i bëri fshehur asaj këtë punë. Tek vjeshta e Ankthit, unë nuk mund të isha dakord kurrë, vetëm pse aty pranohet që janë vrarë robërit italianë. Madje aty thuhet se janë vrarë në Çorush, tek fshati i tij, madje tregohet dhe se Jati i ka thënë mos e vri kolonel Riçin e të tjera, dhe ai i vrau 10 apo 12. S'është e vërtet. As ti shtojmë një zero mbrapa nuk është e vërtet. Diskutohet që këtu janë pjesa më e madhe e batalionit mbi 130-150 vet. Pjesa tjetër tashmë në datën 8-9 vin po me Korrier, se do e një ditë të vjen as Krapari këtu. Përsëri problemi tjetër ishte i kolonel Riçit. Pas vrasjes së këtyre nuk mund të bëhesh fjalë për negociata, dhe qeta plak e Vlorës u tërhoqi me njëherë, pasi nacionalistët e zonës mund ta pikasnin këtë gjë, dhe qeta e Mallakas duke qenë vendas u shpërnda. Aty vin Korrieri dhe bie një lajm për vetë Mehmet Sheun, i cili e kishte Vjosa, pseudonimin, dhe njëkohësisht të dërguarin e qetës plak të Vlorës, ishte Xhemil Çakëri, Difi, dhe për të dy këta shpjegon Vjosa dhe Difi, ç'të bëj me kolonelin, nesër mbaron afati, kishin edhe afata, do t'i vrasi. Natyrshëm që ai, duke mos u kryer më, u pushkatua së bashku me 2 zëvendësit e tjerë. Problemi i këtyre tashmë cili ishte? Përveç merrja e teshave që do të shikojmë, do të jetë bërë mod dhe të vrasja e të tjerëve karabinieri italian, ishte njëkohësisht edhe pjesa e shprehjes së asaj natyre barbare, një natyrë mizore, prandaj quhet demasakër. Diskutohet që atyre u kanë prerë kokat, tek libri një nacionalisti shpjegohen fare qartë, u kanë prerë gjithçka, organet gjenitale, të gjitha. Do të vim tashmë te një epilog i hidhur natyrisht. Në vitin 1990 në një Shqipëri tër kaos dhe anarki, vin një skuadër nga Ministria e Brendshme italiane me karabinier. Natyrshëm ishin alpinistë, ishin njerëz të përgatitur, sepse ju e dini që arma e karabinierisë në Itali është ajo që mban shtetin. Dhe ata, duke parë asnjë interes, duke mos parë asnjë institucion, filluan vetë të punonin. Kishin sjell ditare, kishin sjell gjithçka, dhe u futën te shpellë Kuriqit ku e gjetën me pak shpresë që mund të gjenin, por aty arritën që të gjenin skeletet e 22 apo 24 personave, njëkohësisht edhe vërtetimi i kësaj që neve nuk e amëndësojmë, por e sjellim si kronologji, prerjen e kokave. Kafkat i kishin gjetur bashk. Dhe zhveshja e këtyre na teshat është evidente për arsye sepse nuk u gjet asnjë matrikull. Një karabinier kish mundur që ta fuste në gojë matrikullin në minutën e fundit para se të there, dhe gjendesh një matrikull është gjetur vetëm në njërën kaf. Ata i morën natyrisht 24 sa është skeletet dhe i kanë çuar në Itali. Për palën italiane diskutohet që kjo ka mbetur përsëri problem që do të bëhet ADN-ja e të tjerë. Megjithatë, kërkesat e familjeve kanë qenë evidente tek Ministria italiane, njëkohësisht dhe numri i madh prej 400 vetësh edhe kompani shqiptare brenda batalionit në Vlorë janë tashmë të ditura. Kjo është edhe ajo pjesa që shqiptarët e kanë filluar luftën me të huajin duke goditur pjesën e gabuar. Pra, pjesën e karabinierëve për arsye sepse ajo ishte barierë për keqpërdorimin tashmë të forcës së tyre.